33 vjeçari Kristi Liço, me origjinë nga Përmeti, i cili punonte në kompaninë Walt, ka ndëruar jetë ditën e djeshme në spitalin e traumës si pasojë e plagëve të marra në një aksident rrugor. Ngjarja ndodhi mesditën e 1 prillit në rrugën Naim Frashëri, pranisht depove të naftës në Mëzez, ku Liço po lëvizte me motor së bashku me 20 vjeçaren Armanda Taqe. Aksidenti që përfundoi me pasoja fatale dyshohet se është shkaktuar nga 18 vjeçari Endri Brahilika, i cili drejtonte një automjet tip BMW X5. Sipas verifikimeve të zërit, i riu kishte marrë lejen e drejtimit më 29 dhjetor 2025, pra rreth 3 muaj para aksidentit. Zëri mësoi se policia ka bërë arrestimin në flagrancë të 18 vjeçarit më njëherë pas aksidentit. Ai është prangosur për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Nga verifikimet, rezulton se nuk ka qenë në efektin e alkoolit. Një ditë pas arrestimit, gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin e tij, çka ka nxitur edhe debat në rrjetet sociale për një favorizim të mundshëm pas kësaj vendimarrjeje. Sytë e opinionit publik sot do të duhet të ishin drejt kompanisë Walt. Motoristi është përplasur jashtë orarit të punës në një aks teje të frekuentuar, ndërkohë që zyrtarët e kompanisë ende nuk kanë bërë asnjë sqarim se a kishte i riu skafandër, a ishte duke udhëtuar në shpejtësinë e lejuar apo jo. Prej disa javësh, motoristët e Walt janë në një presion nga kompania, e cila u ka kushtëzuar vendin e punës në rast se protestojnë. Jo më larg se disa ditë më parë, disa prej tyre u njoftuan nga kompania se në rast se do të dilnin në protest, do të humbisnin vendin e punës dhe ashtu ndodhi. Ata u nxorën jashtë linje në aplikacionin ku marrin porosit, ndërkohë që me sa duket, edhe në këtë rast askush nuk merr përgjegjësitë.